Skicofrenia paranojake a shërohet, pyet dikush dhe do marr kohën e mjaftueshme për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, sepse dhe unë vetë i kam dedikuar shumë pak kohë dhe shumë pak video, një temë dhe një argumenti kaq të rëndësishëm që jo vetëm pacientët e vuajnë, por dhe familjarët veçanërisht. Atëherë, a shërohet është një sëmundje kronike e cila mund të mbahet nën kontroll shumë mirë me terapi dhe me ilaçe. Por problemi ku qëndron që këta pacient rrallëherë e marrin seriozisht sëmundjen e tyre, pra nuk i duket vetja sikur janë të sëmurë dhe i refuzojnë ilaçet ose edhe nëse i marrin me kohën nuk duan t'i marrin më. Çfarë është kjo skicofreni? Pra këta persona kanë përshtypjen sikur dikush do t'i bëj keq, sikur dikush do t'i helmoj, sikur dikush i përndjek, i përgjon, sikur dikush do t'i lëndoj dhe janë gjatë gjithë kohës me dyshime të thella dhe kundrejt familjarëve të tyre, qofshin motra, vëllezër, prindër etj. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë për t'u menaxhuar jo vetëm nga ne si specialist, por edhe nga familjarët. Është një torturë e vërtet, sepse ndonjëherë nuk kanë më se si t'i ndihmojnë, duke qenë se ata refuzojnë çfarëdo lloj trajtimi dhe shpesh herë në rastet kur këta pacientë janë agresiv kundrejt familjarëve ose mund t'i bëjnë dëm vetes tyre, shtrohen nëpër spitale psikiatrike dhe janë reparte të mbyllura. Ne i trajtojmë, ka raste me dëshirën e tyre, ka raste dhe pa dëshirën e tyre, të paktën këtu në Gjermani për t'i trajtuar kundra dëshirës së tyre, e vendos gjykata, pra nuk e vendos unë si mjeke, por e vendos gjykata, jep vendimin që okay, ky pacient mund t'i bëj keq vetes duke qenë se ka këtë lloj sëmundje, atëherë duhet marrim masa që ta trajtojmë. Nuk e di se si është në Shqipëri, nuk e besoj se gjykata luan një rol të rëndësishëm, por këtu të paktën respektohen të drejtat e njeriut dhe ne si mjek vetë nuk kemi të drejtë ta trajtojmë atë në qoftë se një gjykatës nuk e vendos. Pra në momentin që ne shikojmë që ky pacient mund t'i bëj dëm të tjerëve ose mund t'i bëj dëm vetes së tij, kemi të drejtë, siç e thash pak më parë, të dhënë nga autoritetet më të larta, ta trajtojmë dhe kundra dëshirës së tyre. Dhe madje ju siguroj që në momentin që ne nisim terapinë dhe ata kthehen në vetvete, kuptojnë që hey, çfarë bëra unë kur isha nën psikozë, ndonjëherë i vjen dhe turp nga vetja, thon faleminderit që më shërove, faleminderit që më trajtove. Pra kanë ato momentet e tyre të qartësisë dhe vazhdojnë ta marrin terapinë. Tani, a shërohet? Është e vështirë që të them po, nuk është një sëmundje që shërohet, por mund të mbahet, siç e thash, nën kontroll dhe un kam parë pacientë të cilët realisht kanë skicofreni, por duke marrë terapinë ata mund të punojnë, mund të kryejnë familje, mund të kryejnë një jetë krejt normale. Problemi tjetër ku qëndron në Shqipëri që duke qenë se kemi shumë pak njohuri për sëmundje të tilla, nuk i çojmë këta persona, këta familjarë direkt te psikiatri tek epizodi i parë psikotik, por mund t'i çojmë nëpër hoxhallare, ku dëgjojmë se çfarë bëjnë disa. Dhe kjo sëmundje nuk kapet më në kohë, sepse çdo epizod psikotik që këta përjetojnë, fatkeqësisht dëmtojnë qelizat e trurit. Pra, llogarisni që një psikoze pa trajtuar është baraz dëmtim i qelizave të trurit. Janë sëmundje të cilat sa më shpejt të kapen në kohë, sa më shpejt të trajtohen, aq më mirë është për ta dhe këta pacientë do kenë një cilësi jete shumë më të mirë. Bëra një video të gjatë, sepse ky argument e meritoi këtë kohë dhe mbi të gjitha do bëj një podcast në YouTube tek psikiatri.albania. Më ndiqni tek faqja në YouTube, do ftoj një koleg psikiatër ku do flas vetëm për këto sëmundje të rënda psikiatrike dhe shumë familjarë janë të përhumbur sepse nuk din as si të sillen. Për çdo pyetje që keni dhe nëse ju keni një familjar i cili vuan nga kjo sëmundje ose ndoshta jeti vet, mund t'i shkruani në koment në çfarëdo lloj rrjeti sociale dhe ne do i përgjigjemi në podcast. Do jemi live, mund të na bëni pyetje dhe live. Ju përshëndes.